Partia Demokratike kërkon realizimin e një reforme të re zgjedhore dhe një reforme të re territoriale. Nën kryetari i PD-s Erdh Blykbashi sqaron se reforma elektorale duhet përfshi patjetër një sistem të ri zgjedhor, pasi ndërhyrjet për procesin e votimit e numërimit nuk mjaftojnë për të garantuar zgjedhje të lira e barazinë e votës. Nevoja është therse, minimalisht për të bërë reformën zgjedhore, brenda asaj reforma e sistemit zgjedhor dhe e lidhur ngushësisht me këtë, por edhe në funksion të qeverisjes së komuniteteve, reformën territoriale administrative. Blykbashi, i cili ka negociuar sistemin e vitit 2008, vë në dukje se ndërhyrjet e bëra ndër vite, veçanërisht ato të vitit 2020 që u bën nga Partia Socialiste pa konsensusin e opozitës, e kanë shkatruar ata. Që nga viti 2020, e përsëritur në vitin 2021, 2022, 2023, 2024 dhe në vitin 2025 tani, kam thënë në mënyrë konsistente, ky sistem zgjedhor është paçavure, ky nuk ndreqet, është toksik për pluralizmin dhe partitë politike dhe për zgjedhësit, duhet hequr më njëherë. Nën kryetari i Partisë Demokratike Erdh Blykbashi ka rreth 2 dekada që është pjesë e reformave zgjedhore në vend. E sipas tij ligjët nuk mjaftojnë, duhet edhe vullnet politik për zgjedhje të lira e të ndershme. E si nën kryetari i PD-s, por edhe si drejtues politik i qarkut Durrësit, Blykbashi deklaron se qeveria nuk e ka vullnetin të bëjë zgjedhje të lira e 11 maj e tregoi këtë. Është një proces i cili mund t'i ngjajë zgjedhjeve, është një lloj votimi, shërben vetëm për të justifikuar më pas një mënyrë qeverisje të caktuar siç është ajo e Edi Ramës. Korrupsion gjigant dhe sinergji e plot me krimin organizuar. Këto zgjedhje ishin një platformë e cila i shpalosi të dyja, përdorimin total të shtetit dhe gjithashtu bashkëpunimin total me krimin. Për fat keq, dita e zgjedhjeve në Shqipëri apo ditët para dhe pas, më njëherë më pas. Dhe në mënyrë të veçantë 11 maj janë ditë ku shqiptarët kuptojnë se sa shumë krim të organizuar ka. Blykbashi theksoi se Partia Demokratike do të vazhdojë betejën në KQZ e në Kolegjin Zgjedhor për pavlefshmërinë e 11 majit nga njëra anë, e nga ana tjetër do të vazhdojë përpjekjet për t'i treguar opinionit publik dhe faktorit ndërkombëtar se 11 maji ishte një farsë elektorale.